Zotëri Eldar, mendon që nëse do të kishin qëndruar ditën e djeshme në shesh, opozita do kishte qenë më imponuese, duhet të ketë një aksion më të fortë? Tani do të them realisht ashtu siç e mendoj, sinqerisht në kuptimin se çfarë duhet bëjë opozita, se opozita janë 3-4 njerëz aty që marrin vendimet dhe i dinë ata, por në ashtu siç e shohun Partinë Demokratike dhe spektrin e gjerë opozitar, nuk mund të vinë pushtet dhe nuk mund të prodhojnë rotacion politik në qoftë se agravojnë situatën. Pra në qoftë se bëjnë protesta të dhunshme. Nuk, po. Ja, absolutisht, nuk ja u jep kërkush atë drejt, madje ajo drejt ju rrëshket nga dora. Kjo është mënyrë ju thet bumerang. Dhe nuk duhet ta mendojnë fare sepse ndërkombëtarët përpara kaosit do zgjedhin gjithmonë hajdutin më të madh historikisht. Kështu ka ndodhur. Jo më të madh, më të mirë. Se mallësi nuk e kemi më akoma. Pra, një protestë e dhunshme nuk i sjell asgjë Partisë Demokratike, spektrit gjerë opozitar. Kërkohet nga Partia Demokratike për të kapë mesazhin e qytetarëve shqiptar. Pa diskutim që ka probleme me leadershipin. Jo domosdoshmërisht e dhunshme, po duhet jetë një parti e drejtuar mbi alternative. Duhet jetë një parti e ndërtuar nga një retorikë konstruktive. Duhet jetë një parti që nuk duhet përbëj skena aq të saj natyre për të djegur politikanë të ri. Aty ka një brez politikanë shumë interesant, cilët kanë shumë perspektivë, nuk kanë pas administru pushtet, pra kanë dhe argument për t'i dalë, pa diskutim edhe shkolluar. Vetëm në faqen aty të tre, Kolliqi, Gjaferi dhe Korreshi janë të gjithë shkolluar jashtë shtetit. Të tre kanë një super shkollim. Edhe Klevis, nuk e po e shoh Klevisin, po bravo, edhe Klevisi, po të paktën këta tre që i njoh. Po dhe Jurita. Po dhe Lira Limemeti. Ky grup i ri deputetësh nuk duhet të trajtohet për të prodhuar skena të tilla që ngelin në memorien e qytetarëve. Ishte e panevojshme ajo skenë parlamentative? Unë mendoj që ishte e panevojshme, nuk kishte arsye pse të bëhej e tillë, pavarësisht që ishte një nga protestat më demokratike ta konsiderosh në jetën parlamentare, sepse PS-ja duke parë arkivat që kishte nxjerr ish kryetaria kuvendit në rrjetet e saj sociale, u trondita realisht se i kishte harruar krejtësisht, ishte pamje shumë skandaloze dhe jeta parlamentare e pranon këtë gjë. Por në kushtet që ndodhet sot, qeverisja e majt, mazhoranca dhe qytetarët shohin një lloj perspektive dhe duan të shohin një perspektivë, kërkohet një retorikë e ndërtuar mbi bazën e konstruktivitetit dhe duke vendosur në plan të parë këta politikanë të rinj që për hir të vërtetës kanë një imazh dhe kanë çfarë japin shoqërisë. Në të gjitha repertorë. Risia e protestës ishte një djalë fantastik që ishte student Bokon. Laert Vasili. Ka qenë edhe protestat e bashkisë. Ai ishte risia më e mirë asaj proteste. Me ka mahnit dhe sinqerisht erdhi direkt nga Italia vetëm për protestë. Me ka emocionuar. Gjithë protesta më e mirë ishte fjalimi i 82 vjeçarit që s'ju mor goja në asnjë moment dhe e bëri fjalimin në mënyrë më perfekte se të gjithat e pa diskutuar. Berisha, po. Jemi komplet me fjalimin e Berisha. Vetë havi që ki pata, unë isha thash si ka mundësi ky 82 vjeç, përsëri është më bilbil se gjithë ata të ri. Gjithë ngatruani vetëm person që nuk ngatruan në fjalët e tij. Se ka dhe 35 vjeç që po pra. Ka një moment diafragma. Jo, një minutë. Edhe këngëtarët e kantove kanë të prisë më zotëri. Imazhi ai djali që i dha për rinin shqiptare, një student në Bokon në Itali, ku ishte? Në Itali. Dëgjova çfarë thash. Një minutë. Ti ka ason një djalë trisi ai Leartin me Sali Berishën. Po s'ka lidhje fare me stilata me ti. Ai koncepton ndrysh partinë, ai koncepton ndrysh jetën, e koncepton ndrysh. Sali Berisha nuk ka sot me ato nga vlerat individuale. Ne e trajtojmë si politikanë se vlerat individuale. Sa i Dirama nuk dëgjova asnjëherë. Po përsëriti Edi Rama, se ky është qeveri. Se Sali Berisha ka zero administrim taksave të mia. Ka Edi Rama vjedh për ditë taksat e qytetarëve më të varfër. Ma përsërit, foli çik për Edi Ramën. Ja ta them unë Edi Ramën.
I kam shkruajt një herë Edi Ramës për çështjet për ca sektor për korrupsionin. Me që do ta them bisedën konfidenciale. Jo, më për këto skandalet. Po dyro, ta them. Dhe më ka marrë telefon më tha, ka çfarë problemi ke po? Si kemi qenë më mirë tha 2013 apo tani për këtë këtu? Jo më mirë. Si kemi qenë më mirë 2013 për këtë apo sot? I theti që ke 12 vjet që qeverisë. Po një minutë. 13 më fal. Dhe buxheti sa është sot me 2013-ën? Po. Dakor? Nuk mund thoni ju që Shqipëria është 50% e varfër. Jo, Erisa, s'ta pranon njeri. Nuk e pranon kush. Eurostat. Nuk e pranon njeri. Po më vjen që se pranon statistikisht nga ekonomistët, është një studim statistikisht. 40% e qytetarëve shqiptar sot han dhe ose më pak, ose më kese në 2014. Dhe 40% buxhetit familjar që më përshë. Shadheni mu, ja ta themun. Në qoftë se ka regjia, është fakt. Nuk ndodh. Përprit për të nuk ndodh. Erisa përmet, për mi minut. Dhe është një studim që ka bërë një nga profesorët më të mirë, Azmi Stringa, që ka qenë dhe drejtues. është fakt. Rama ka thënë edhe diçka të bukur. Po ti biesh në Shqipëri sot, i ke ska lokal, restoran që nuk ke plot, makina të mira, po nuk ke, ora se është Sri Lanka, po nuk është Shqipëria se soni ju. Një minutë. Atë, më që ta Erisa, po një minutë. Më që thotë, po duroj. Ore shumë mirë që i kënaq, go mas ka. Prit për Erisa. A ti për ndërtimin. Ore kush i blen këto shtëpia? Ku ti thon këta që një çift nuk blen për 60 vjet? Unë marr këtu. Ja, e ke këtu. Po prit më burr. Po dyro, pse me Berishën e ke ble? Ore, unë po të thamë tani se blesja me... 13 vjet, me Berishën e ke ble? E ke ble me Berishën? Zora në rrogë. Po minutë. Po s'ka qenë në moshë, më ka qenë student. Po dyro, po shok të këtin me Berishën e ka ble. Ka qenë student, më zotri. Unë kur kam qenë unë kod Berishën se kam pas fuqi të ble. Po 2005-2009 ka qenë rritja ekonomike më e madhe e thonë gjithë ekonomistët. Po lëre tani. Mund t'i veshin shumë të liga, edhe shumë kemi shumë debate. Që ndërtimet ku shkojnë? Ndërtimet shqiptarët i blejnë, Marisa. Ore, jemi shumë mirë. Do me thënë këtu duhet arisht. Që ky kryeministër nuk çon ilaçe, di raportin e KLSH zotri, raporti KLSH sot 41% e ilaçeve nuk janë futur asnjëherë në spitale. Unë e di për çfarë jam unë. Ja ta do vendimin tim personal. Unë jam që ka check-up, sterilizimi. Po një minutë po maleta ta mbyll. Ti thua nuk pranon as varfërinë. Unë pranoj. Jo. Një minutë. E di për çfarë jam unë. Që këta hajduta që vjedhin taksat tona. Edi Rama vjet. Po durë prapë po ne, po se s'kam prova, të kem prova, po ti ja. Nuk kam prova unë për Edi Ramën që të thosh, avokat po ke prova s'kam. Më fal, brotja që i bën zonjës Balluku nuk të duket provë ty? Ç'a të duket? Ma analizo pak. Pse nuk e lë imunitetin? Se unë dua të shkoj të votoj në parlament, dua të heq imuniteti jap rrugë drejt. Ja, do ta them unë. Ti si e analizon? Ai tha vetë që mbas datës 22 janar do presim gjykatën kushtetuese. Nuk ka lidhje. Po prit pa një minutë. Unë e di lidhen se ç'është, se jam për ditë. Po jam për ditë gjykata. Unë e di se funksionon. Unë e di se funksionon. Edhe më mirë se juristët e institucionit edhe gjithë. Po pra, prokurorët e kanë kërkuar. Prokurori nuk më detyrojnë mua si ligjvënës, sepse s'ka afate Erisa dhe ti shumë mirë. Më thuaj afatet e rregullore, si parlamentare. Ka precedent parlamentar. Precedenti parlamentar është 72 orë. Precedenti parlamentar. Se funksionon precedenti parlamentar. Sa ka vaj për Bashën? Direkt janë hequr mandate, direkt imunitetet. Direkt janë hequr imunitetet. Qofse ti si jurist pranon që një zvendës kryeministre e cila është në hetim, është e pandehur, të ushtroj të njëjtën detyrë që akuzohet për vjedhje dhe kjo të duket normale, dhe që i kryeministri dhe në mbro... Jo, kjo s'është normale. Atëherë, pyetja është këtu. Do mendimin ti për vendimin e gjykatës kushtetuese? Për mua, antikushtetues. Absolutisht. Po prit, s'po na let të marrim frym. Po pra, ti na let të marrim pak frym që të themi se ju turri se pastaj do i shohim edhe ju në pushtet të ris se çfarë do bëni. Se e keni pas pushtetin, ju kemi provuar edhe ju. Do shohim edhe ju nesër pastaj. Po më mirë, mos ti shok këtu. Do ju shohim edhe ju në pushtet se çfarë do bëni. Do shtiti Shqipërinë. Po një minutë. Nuk është qofse qytetar, ore këtu janë për rotacion, ore të ndeshkohet kushdo që vjedh apo tjetër. Unë te po them pra, a do ishte mendimin tim? Mendimi im është që çdo hajdut. Vendimi i gjykatës kushtetuese si ishte?